Disa luftëra arrin të modifikojnë rrjedhën e ngjarjeve plotësisht. Një nga ato që ndryshoi më shumë realitetin ishte lufta e dytë botërore, një konflikt global që përshpejtoi në fronte të ndryshme shfaqjen e shpikjeve dhe pajisjeve të ideuara nga vendet e përfshira. Qeveria naziste, e njohur për krimet e saj të dokumentuara kundër miliona personave, mori pjesë gjithashtu në krijimin e projekteve teknike dhe mekanike që u përdorën fillimisht në fushën ushtarake dhe që më pas kaluan në pjesë të fushave shumë të ndryshme. Edhe pse disa nga këto zhvillime nuk sollën përmirësime direkte në jetën civile, disa prej tyre përfunduan duke u përdorur jashtë fushës së betejës. Por cilat ishin ato krijime të lindura në Rajhun e Tretë që ende përdoren ose që ndikuan në atë që ekziston sot? Panzerfaust, arma e gjepit që transformoi luftën moderne. Gjatë viteve të fundit të luftës së dytë botërore, kur Rajhu i Tretë po fillonte të shpërbëjë në presionin e avancimit sovjetik në lindje, Gjermania u mbështet në një zgjidhje të shpejtë, vdekje prurëse dhe ekonomike për të ndaluar sulmin e tankeve armike. Rezultati ishte Panzerfaust, një lloj tubi me përdorim të vetëm, i pajisur me një kokë lëndë shpërtyese të zbrazët, i projektuar për të operuar edhe nga fshatar, fëmijë të rekrutuar ose të moshuar të folkshturmit. Ndryshe nga lëshuesit e raketave të mëparshëm, përdorimi i tij ishte aq i thjesht sa të drejtohej dhe të shkrehej në një distancë të shkurtër. Kostoja e tij e ulët dhe prodhimi masiv bën të mundur që të shpërndahej me mijëra, me shpresën për të frenuar mjetet e blinduara sovjetike që po i afroheshin Berlinit. Edhe pse kishte një rreze shumë të kufizuar dhe gjuajtësi ekspozohej pas shkrepjes, fuqia e tij shkatëruese ishte e frikshme për tankistët armiq. Kur një kokë Panzerfaust godiste parzmoren e një T-34, mund të shponte atëve të shpërfente brendësinë e tij. Kështu u bë një nga lëshuesit e parë vërtet të lëvishëm dhe vdekjeprurës të ngarkesave të zbrazta në histori. Projekti i Panzerfaust ishte i zgjuar në thjeshtësinë e tij brutale. Ai përbëhej nga një tub metalik i hedhshëm, i ngarkuar paraprakisht me një kokë shpërtyese në formë konike, e montuar mbi një shufër stabilizuese. Kjo kokë përmbante një eksploziv të formuar që përqendronte të gjithë energjinë e tij në një pikë të vetme, duke i mundësuar të shponte blindazhin më të trashë të kohës. Aktivizohej me një ndezës goditjeje, gjë që e bënte efektiv vetëm në distancë të shkurtër. Modelet më të avancuara, si Panzerfaust 60 dhe 100, mund të arrinin objektiva deri në 100 metra. Trajnimi ishte pothuajse inekzistent. Mjaftonte të dinit të vendosnit armën mbi shpatull, të hiqnit siguresën, të rreshtonit shënjestrat dhe të shtypnit këmbëzën. Kjo e ktheu Panzerfaustin në mjetin e preferuar të dëshpërimit gjerman në frontin lindor, duke u shpërndar masivisht te civilet e armatosur gjatë javëve të fundit të Rajhut. Ndikimi i Panzerfaust nuk përfundoi me luftën. Edhe pse u krijua si një armë hedhshme dhe emergjente, projekti i saj hodhi themelet për të gjithë lëshuesit antitank modern. Koncepti i një tubi të lehtë, të lëvizshëm dhe të operuar nga një ushtar i vetëm, ndikoi drejt për drejt në zhvillimin e mëvonshëm sovjetik. Duke analizuar mbetjet e Panzerfaustit, inxhinierët rusë zhvilluan RPG-2, një evolucion që mbajti idenë bazë, por e përmirësoi atë me rreze dhe saktësi më të madhe. Ky model do të zëvendësohej shpejt nga RPG-7, i cili u bë arma antitank më e shpërndarë e shekullit të 20. RPG-7, megjithse më komplekse se Panzerfaust, ruan thelbinë e saj, një kokë me ngarkesë të zbrazët e lëshuar nga shpatulla me aftësi për të shpuar blindazet. E prezantuar nga ushtria sovjetike në vitin 1961, ajo kishte një sistem shtytjeje më të sofistikuar, stabilizues të paloshëm dhe një projekt të ripërdorshëm. U përdor nga më shumë se 40 vende, në vjetra konflikte, nga Vietnami deri në Siri, dhe prodhimi i saj vazhdon të jetë aktiv në shumë vende sot. Arsyeja e jetëgjatësisë së tij qëndron në koston e ulët, besueshmërinë dhe lehtësinë e përdorimit.
Ndryshe nga raketat e drejtuara ose sistemet e rënda, një RPG mund të mbahet në shpinë nga një luftar i vetëm, gati për të shkrepur dhe për të zhdukur në sekonda. Kjo taktik, e njohur si godit dhe ik, e ka origjinën e saj konceptuale në betejat urbane të Berlinit të vitit 1945, ku përdoruesit e Panzerfaust fshieshin në ndërtesa të rënuara për të sulmuar tanke në distancë të shkurtër, dhe më pas për të shpëtuar përmes kalimeve të improvizuara. Përveç RPG-7, lëshues të tjerë perëndimor si M72 Low amerikan ose AT4 suedez, do qënë të njëjtën logjik projektimi. Të gjithë ndajnë me Panzerfaust iden për t'i dhënë mundësi një ushtari të vetëm me një mjet të aftë për të shkatëruar mjete të blinduara, pa pasur nevojë për mbështetje artillerie. Eve sot, ushtrit moderneve, grupet e paregullta vazhdojnë të përdorin këto parime në konflikte asimetrike. Në zona si Ukraina, Iraku apo Gaza, përdorimi i lëshuesve antitank portativ vazhdon të jetë i zakonshëm, dhe shumë nga këto projekte datojnë drejt për drejt në përvojën dhe konceptin origjinal të Panzerfaust. Trashëgimia teknologjike e Panzerfaust shkon përtej vetarmës. Ajo përfaqësonte një mënyrë për të demokratizuar aftësinë shkatërruese në fushën e betejës. Nuk ishte më e nevojshme të kishe një pjesë artillerie të rënd ose stërvitje të avancuar ushtarake për të ndaluar një tank. Teknologjia prapa ngarkesave të zbrazta, të cilat kanalizojnë energjinë shpërtyese në një rrym metali të shkrirë të aftë për të shpuar blindazhin, u rafinua dhe u përshtat në brezat e mëvonshëm të municioneve. Aktualisht, ky parim përdoret gjithashtu në kokat shpërtyese të raketave antitank më të sofistikuara, si dhe në ngarkesa të caktuara të përdorura nga gjenierët për të hapur shkelje në strukturat e fortifikuara. Panzerfaust ishte një përgjigje e dëshpëruar ndaj një disfate të pashmangshme, por gjithashtu shënoi fillimin e një faze të re në luftën tokësore. Projekti i saj transformoi përgjithmonë mënyrën se si këmsoria përballej me mjetet e blinduara. Sot, ndikimi i saj vërehet në çdo RPG të përdorur në konfliktet aktuale. Një ide e lindur mes rënojave dhe dëshpërimit, përfundoi duke modeluar armatimin modern, duke demonstruar se eve shpikjet më të errëta të së shkuarës janë ende të pranishme në zhvillimin ushtarak bashkëkohor. Me 163 Komet, eksperimenti nazist që hapi rrugën për gjuajtësit aktual. Në vitet më intensive të konfliktit, inxhinierët gjerman prezantuan një model revolucionar në historinë e aviacionit ushtarak. Messerschmitt me 163 Komet. Ishte avioni i pari shtyr nga raketa i përdorur në betejë, dhe një nga projektet më ambicioze brenda programit nazist të armatimit eksperimental. Fluturimi i tij inaugurues u zhvillua në 1 shtator të vitit 1941, megjithse nuk hyri zyrtarisht në shërbim deri në vitin 1944. I projektuar nga inxhinieri bavarez Alexander Lippisch, me 163 ishte një përpjekje drejt për drejt për të thyer barierën teknologjike përballë dominimit ajror aleat, duke zhvilluar një aeroplan të aftë për të tejkaluar shpejtësi të papërfytyrueshme deri në atë moment. Komet u ndërtua me një strukturë shumë kompakte dhe pa rrota uljeje konvencionale. Shtytja sigurohej nga një motor rakete HWK 109-509 i ushqyer nga 2 karburante jashtëzakonisht të rrezikshme, T-stof dhe C-stof. Ky kombinim ishte shumë gërrijes dhe shpërthyes, gjë që e ktheu avionin në një rrezik si për armiqtë e tij, ashtu edhe për pilotët e tij. Shpejtësia maksimale zyrtare e arritur ishte 624 milje në orë, një rekord në atë kohë. Kjo shpejtësi u arrit nga piloti i provave Heini Dittmar në tetor të vitit 1941, duke tejkaluar për herë të parë 600 milje në orë në fluturim të drejtë.
Më pas, jo zyrtarisht, ai do të kishte arritur madje 700 milje në orë në korik të vitit 1944. Avioni kishte një ekuipazh të vetëm dhe një konfiguracion armatimi të përqendruar në 2 topa, Rheinmetall Borsig Mk108 të 30 mm. Misioni i tij kryesor nuk ishte të përballej me gjuajtësit armiq në luftime ajrore tradicionale, por të përgjonte bombarduesit aleat në lartësi të madhe si B-17 Flying Fortress, B-24 Liberator ose Lancaster britanik. Në total, i atribuohen 16 rëzime të konfirmuara, duke përfshirë avion jashtëzakonisht të shpejt si Mosquito, i cili deri atëherë mezi mund të arrihej nga modelet e tjera të Luftwaffes. Me 163 operonte ndryshe nga çdo gjuajtës tjetër. Ai tërhiqej nga një lloj karroce me rrota që shkëputej pas ngritjes. Ulja bëhej drejt për drejt në trupin e avionit, gjë që kërkonte një manovër të saktë dhe të rrezikshme. Ky kufizim strukturor i shtuar në autonominë e tij prej vetëm 7 minutash fluturimi me shtytje, kushtëzonte shumë kapacitetin e tij taktik. Pasi mbaronte karburanti, piloti duhej të planifikonte kthimin e tij në tokë pa asnjë gabim. Këto kushte bën që avioni, pavarësisht fuqisë dhe shpejtësisë së tij, të ishte gjithashtu shumë i prekshëm, veçanërisht gjatë uljes. Përveç rreziqeve operacionale, vetë karburanti ishte përgjegjës për humbje të shumta në mesin e pilotëve. Përzierja ishte aq agresive sa mund të shkaktonte vdekje të menjëhershme nëse binte në kontakt me lëkurën ose ndodhte një rrjedhje në sistem. Llogaritet se të paktën 9 pilot vdiqën në aksidente të lidhura me Me-163, duke përfshirë reshterin Siegfried Schubert, i cili ra në të njëjtën ditë që arriti 2 fitoret e tij të fundit ajrore. Vet Lippisch deklaroi se nëse dikush fuste një gisht në lëng, mbetej vetëm kocka. Në betej, efektiviteti me 163 ishte i kufizuar. Edhe pse performanca e tij ishte mbreselënse në letër, në praktik, autonomia e tij e ulët, rrezikshmëria e tij e brendshme dhe mungesa e shkathësisë e kthyen atë në një bast të rrezikshëm. Nga afërsisht 370 aparate të ndërtuara, vetëm disa hyn realisht në betej. Pjesa tjetër mbeti si prototip ose u ruajt në magazin. 9 njësi u rrëzuan nga gjuajtësit armiq, shumica P-51 Mustang dhe të paktën një u rrëzuan nga një P-47 Thunderbolt. Pavarësisht kufizimeve të tij, Comet ishte një përparim i dukshëm në historinë e aviacionit, duke qenë i vetmi avion raketi përdorur si gjuajtës përgjues. Aktualisht, asnjë njësie me 163 nuk është ende operative. 10 ekzemplar ruhen në muzeet e aviacionit në Gjermani, Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar, Kanada dhe Australi. Të gjithë janë në ekspozit statike për shkak të kompleksitetit të restaurimit të tyre dhe rrezikut potencial që do të sillte rikthimi i tyre në kushte fluturimi. Një nga modelet më të njohura është numri i serisë 191.301, që gjendet në Muzeun Kombëtar të Ajrit dhe Hapësirës Smithsonian, në qendrën Udvar Hazy të Chantilly, Virginia. Pavarësisht se ishte një projekt i dështuar në terma operacional, me 163 la një gjurmë teknike domethënëse. Shtytja e tij nga raketa, aerodinamika e tij e pa precedent dhe aftësia e tij për ngjitje vertikale frymëzuan hulumtime të mëvonshme në fushën e fluturimeve eksperimentale. Në veçanti, shërbeu si bazë konceptuale për modele së Bell X1 dhe X5, si Bell X1 dhe X15 në Shtetet e Bashkuara, të përdorura nga NASA për të studiuar fluturimet supersonike dhe suborbitale. Trupi i tij aerodinamik dhe projekti i tij kompakt u bën referenca për testimet në tunele e re dhe për optimizimin e performancës së prototipave hapësinor. Sot, teknologjitë e rrjedhura nga Me-163 aplikohen në testet e shtytjes së avancuar, duke përfshirë sistemet e ngritjes me asistencë dhe platformat eksperimentale për fluturime të shkurtra në lartësi të madhe. Edhe pse Comet nuk përmbushi funksionin e tij si një armë vendimtare në luftë,
Ai kontribuoi në hapjen e rrugës drejt zhvillimit të mjeteve me shtytje hibride dhe raketave me ekuipazh. Historia e tij mbetet si një shembull ekstrem i asaj se si presioni i luftës mund të përshpejtojë inovacionin teknologjik, edhe nëse aplikimet e tij praktike nuk arrin të konsolidohen në fushën e betejës. Fanta në 1940, alternativa naziste që sot është një sukses global. Paqasje në përbërësitë e zakonshëm, fabrika gjermane e Coca-Cola mbeti pa opsione për të ruajtur recetën origjinale. Në vend që të ndalonte prodhimin, Max Keith, kërkoi zëvendësues lokal, lancoi një pije tjetër të projektuar për një treg ku gjithçka ishte e pakët. Rezultati ishte një përzierje bërë me hirë qumshti, mbetje mole dhe nëm produkte të tjera të tepërta frutash. Asgjë ngjashme me pijen e gazuar të ëmbël që njerëzit njohin sot. Kjo pije, e cila mori emrin Fanta nga një sugjerim i bazuar në fjalën gjermane fantazi, që do të thotë imagjinat, u kthie në një alternativë lokale ndaj Coca-Colas që nuk mund të importohej. Edhe pse lindi nga nevoja, përfundoi duke qenë populore mes konsumatorëve që përballeshin me mungesë ushqimesh dhe pijesh gjatë luftës. Në vitin 1943, u shitën rreth 3 milion kuti brenda vendit. Keith, në krye të Coca-Cola GmbH, organizoi një konkurs mes punonjësve për të emërtuar produktin e ri. Një shitës i quajtur Joe Knipp propozoi fjalën Fanta dhe ekipi e miratoi menjëherë. Produkti jo vetëm që shmangu mbylljen e fabrikave, por bëri të mundur ruajtjen e vendeve të punës dhe mbajtjen aktive të shpërndarjes në Gjermani në një nga momentet më të vështira të konfliktit. Shija origjinale nuk kishte lidhje me atë të Fantas aktuale me portokall. Përbërësitë e disponueshëm ndryshonin sipas kushteve të tregut të brendshëm, dhe çdo sasi mund të kishte një shije tjetër. Edhe pse bëhej përpjekje për të mbajtur një standard të caktuar, konsumatorët nuk e dinin me siguri çfarë shije do të kishte shishja tjetër. Ndonjëherë mbizotëronte shija e mollës, herë të tjera ishte më acidike, në varësi të përzierjes së përdorur. Pija përdorej gjithashtu si përbërës në ushqime. Duke qenë se sheqeri ishte i pakët, shumë njerëz e shtonin në supa dhe gjell për të shtuar ëmbëlsi. Qëllimi ishte të shfrytëzojë çdo burim shijeje, dhe Fanta u bë një zgjidhje praktike në një kontekst ku burimet ishin të kufizuara. Në të njëjtën kohë, qeveria naziste i shihte me sy të mirë këto lloj produktesh, sepse përkonin me politikën e saj të vetëmjaftueshmërisë dhe zvendësimit të importeve. Çdo gjë që tregonte se Gjermania mund të prodhonte brenda, kishte mbështetje zyrtare. Përveç Gjermanisë, edhe fabrikat të tjera të Coca-Colas në Europë përdorën markën. Në Holand, për shembull, u prodhua një version tjetër i bazuar në Manaferra Sauco. Ky variant lindi për të njëjtën arsye, mungesa e qasjes në shurupin origjinal dhe nevoja për të vazhduar prodhimin e diçkaje që mund të shitej lokalisht. Kur mbaroi lufta, selja qendrore e Coca-Colas rifitoi kontrollin e objekteve të saj në Evropë, përfshirë ato gjermane. Keith dorëzoi të gjitha dokumentet që kishte ruajtur gjatë konfliktit dhe me këtë tregoi se qëllimi i tij kishte qenë të mbronte markën dhe të shmangte kalimin e saj në duart shtetërore. Fal këtij menaxhimi, kompania kishte ende fabrika funksionale, rrugë shpërndarjeje aktive dhe një farë njohjeje mes konsumatorëve, gjë që lehtësoi riaktivizimin e mëvonshëm. Prodhimi i Fanta u ndërpre në vitin 1949, por ideja nuk u zhduk. Në vitin 1955, një fabrik shishesh në Napoli, Itali, lancoi një version të ri me shije portokalli, duke përdorur fruta nga rajoni. Kjo pije, me ngjyrë të ndritshme dhe shije agrume, ishte baza e asaj që sot njihet si Fanta portokalli. Suksesi i saj në Itali bëri që Coca-Cola të zgjeronte shpërndarjen në vende të tjera evropiane dhe më vonë në rajone të tjera. Në vitin 1960, kompania bleu zyrtarisht markën Fanta me të gjitha të drejtat e saj. Ky vendim ishte strategjik, pasi përveç frytëzimit të njohjes që kishte fituar, lejonte të ofronte një produkt ndryshe nga ai kryesor në një kohë kur Pepsi po fillonte të rritej. Me Fanta,
Coca-Cola mund të diversifikonte ofertën e saj dhe të vazhdonte të konkuronte në të njëjtin treg. Lancimi i Fanta Portokalli shënoi gjithashtu një ndryshim drejtimi. Nuk ishte më një pije e improvizuar me çfarë të gjendej, por një produkt i përgatitur me përbërës të zgjedhur për të tërhequr konsumatorët. Që atëherë dolën versione të reja të përshtatura për çdo vend. Në Japoni, për shembull, u shitën shije si pjepër ose kos. Në Brazil u shfaq Fanta me guarana. Në Meksik, Fanta Colita me shije chamchagzi u bë një nga më populoret. Në Afrikë, disa shije si ananas ose rush pa fara përfaqësuan deri në 70% të shitjeve në vende të caktuara. Në Indi, përveç asaj klasikes me portokall, u shtuan versione si mango jeshile të menduara për shijen lokale. Në Kinë, varietetet me mol jeshile dhe shalqiri u rritën më shumë se 30% ndërmjet 2015 dhe 2018. Në nivel komercial, Fanta u pozicionua si një pije argëtuese, me fushata të drejtuara ndaj të rinjve. Një nga më të njohurat ishte ajo e Fantanas në vitet 2000, me modele që përfaqësonin çdo shije. U publikuan gjithashtu reklama me personazhe të animuar dhe shishe në formë spirale për të tërhequr vëmendjen në rafte. Në 2015, Fanta përfshiu strategji digjitale me një aplikacion celular që kombinonte lojra dhe promovime. Qëllimi ishte të lidhej me adoleshentët përmes platformave që ata tashmë përdornin. Në të njëjtin vit, u prezantuan shije speciale për festimet si Halloween, me ngjyra të errëta dhe dizajne tematike për të tërhequr më shumë interes. Jo të gjitha fushatat funksionuan pa probleme. Në Gjermani, një reklam që i referohej kohërave të vjetra kur u krijua Fanta, u tërhoq, për shkak se la jashtë kontekstin e regjimit nazist. Në Mbretërinë e Bashkuar, një reklam tjetër me fraza të lidhura me vdekjen mori ankesa nga publiku. Në fushatat të tjera, u vu në dyshim përdorimi i modeleve me trupa të idealizuar, ose përpjekja për të përdorur gjuhë rinore pa natyralitet. Pavarësisht kësaj, marka mbeti e fortë. Sot Fanta shitet në më shumë se 190 vende dhe ka më shumë se 100 shije të ndryshme. Versioni me portokall vazhdon të jetë më popullori, me rreth 70% të shitjeve globale. Ajo është gjithashtu marka e dytë më e rëndësishme brenda portofolit të Coca-Colas, vetëm pas produktit kryesor. Me prani të vazhdueshme në dyqane, supermarkete, restorante dhe makina shitse, Fanta u konsolidua si një pije e njohur, veçanërisht mes adoleshentëve dhe të rinjve. Shishja e saj me dizajn të lakuar, e prezantuar në 2017, u krijua për të kujtuar mënyrën se si shtrydhet një frut dhe ndihmoi që produkti të spikaste në pikat e shitjes. Raketa që hapi epokën e raketave dhe udhëtimeve hapësinore. Trashëgimia e vidishit nazist. Në mes të garës së armatimeve ndërmjet fuqive evropiane, inxhinierët gjerman po zhvillonin një armë që nuk ngjasonte me asgjë të mëparshme. Vit dyshi, raketa e parë balistike me rreze të gjatë. Projekti i saj synonte të mbulonte distanca të mëdha dhe të sulmonte pa paralajmërim. Projekti filloi në vitin 1936 në një bazë kërkimore bregdetare të vendosur në Peenemünde, në veri të vendit. Drejtimi teknik i takonte një inxhinieri të ri të quajtur Werner von Braun, i cili së bashku me qindra specialist filloi të ndërtonte armën më të avancuar të kohës së tij. Ndryshe nga bombat e hedhura nga avionët, vidyshi ngrihej vetëm me një motor të shtyr nga alkooli dhe oksigjeni i lëngshëm, kalonte 80 kilometra lartësi dhe zbriste me shpejtësi supersonike, duke e bërë të pamundur përgjimin sapo të ishte në ajër. Lëshimet e para provë ndodhën në vitin 1942. Një prej tyre ishte veçanërisht i suksesshëm dhe konsiderohet fluturimi i pari një objekti të krijuar nga njeriu që doli nga atmosfera e tokës. Edhe pse ende kishte gabime në saktësi, komanda naziste vendosi të vazhdonte me prodhimin e saj. Fabrikimi u zhvendos në fabrika nëntoksore si ajo e Mittelwerk, ku mijera të burgosur nga kampi i përqendrimit Dora Mittelbau u detyruan të montonin pjesët në kushte brutale. Shumë vdiqën nga raskapitja, keq trajtimi,
ose mungesa e ushqimit. Pavarësisht kostos njerëzore, programi vazhdoi. Në shtator të vitit 1944, raketat e para V2 u lëshuan kundër Londrës. Shpërthimi I njerit prej tyre në Chiswick shënoi fillimin e një faze të re në luftë. Në total, më shumë se 1300 raketa u shkrepën drejt kryeqytetit britanik, duke shkaktuar vdekjen e mijëra civilëve. Ato u lëshuan gjithashtu mbi qytetet e Belgjikës dhe Francës. Edhe pse efekti I tij ushtarak ishte I kufizuar në krahasim me bombardime tradicionale, ndikimi psikologjik ishte I madh. Popullsia nuk mund t'i shihte ose dëgjonte raketat para se të shpërthenin, gjë që krijonte një ndjenjë pafuqie dhe frike. Autoritetet aleate nuk kishin asnjë mënyrë për t'i përgjuar, kështu që objektivi I vetëm I mundshëm ishte gjetja dhe shkatërimi I bazave të lëshimit. Në fund të luftës, me Gjermanin të mundur, aleatët konkurruan për të vënë dorë mbi teknologjinë gjermane. Sovjetikët arritën të kapnin disa instalime në lindje, por ishin amerikanët ata që morën pjesën më të madhe të pajisjeve dhe stafit teknik. Në emrin e koduar Operacioni Paperclip, qindra shkencëtar u transferuan në fshehtësi në Shtetet e Bashkuara. Mes tyre ishte Werner von Braun, I cili pak më vonë filloi të punonte për ushtrinë amerikane. Njohuritë e tij rreth raketave V2 u përdorën për të zhvilluar raketa të reja dhe më pas për të filluar programet hapësinore. Në vitet e para të luftës së ftohtë, inxhinierët amerikanë përdorën pjesë reale të V2-shit në provat e tyre. Një nga eksperimentet e para u lëshua nga New Mexico në vitin 1946 dhe arriti një lartësi rekord për atë kohë. Në disa raste u vendosën edhe kamera në bord për të marrë imazet e para të tokës nga hapësira. Kjo shënoi fillimin e një gare që do të kalonte nga qëllimet ushtarake në objektivin për të arritur planete të tjera. Në të njëjtën kohë në Bashkimin Sovjetik, inxhinierët gjithashtu filluan të krijonin raketat e tyre, duke marrë si referencë projektin gjerman. Edhe pse versionet u përshtatën dhe u përmirësuan, shumë nga parimet bazë vinin nga I njëjti burim. Me kalimin e kohës, njohuritë e zhvilluara për V2-shin shërbyen si bazë për raketa më komplekse, si ato me rreze të gjatë që do të mbanin koka bërthamore. Në rastin e Shteteve të Bashkuara, Redstone, një nga raketat e para operative, rrjedh drejt për drejt nga V2-shi dhe u përdor për të lëshuar satelitët e parë dhe astronautët e parë. Vet von Braun u bë një figurë qendrore e programit hapësinor të NASA-s, duke drejtuar zhvillimin e raketës Saturn V, e cila do të lejonte të çonte njeriun në hënë në vitin 1969. Ajo që filloi si një armë lufte, përfundoi duke qenë pjesë thelbësore e pushtimit të hapësirës. Pavarësisht kohës së kaluar, trashëgjimia e V2-shit është ende e pranishme në teknologjinë moderne. Bazat matematikore dhe fizike për navigimin me raketa, motorët me djegjie të lëngshme dhe struktura e përgjithshme e raketave mbeten të ngjashme me ato të ideuara nga inxhinierët nazist. Edhe pse versionet aktuale janë më të sigurta dhe të sakta, shumë nga idetë qendrore janë ende në fuqi. Trajektoret balistike, shtytja dhe sistemet e drejtimit evoluan nga eksperimentet e para të Peenemündes. Ekziston gjithashtu një dimension etik që nuk është zhdukur. Përdorimi I punës së detyruar dhe lidhja e drejt për drejt e shkencës me krimet e luftës kanë qenë objekt debati për dekada. Disa nga shkencëtarët e përfshirë në program u gjykuan në Nuremberg, por të tjerë u integruan në projekte shtetërore pa u përballur me pasoja. Historia e V2-shit jo vetëm që la gjurmë në teknologji, por gjithashtu tregoi se si përparimet shkencore mund të lindin në kontekste të dhunës ekstreme. Sot, disa muze ruajnë ekzemplar të këtyre raketave, si një kujtesë ndikimit dhe origjines së tyre. V2-shi nuk ishte një eksperiment I thjesht, ishte një pikë theze në historinë e luftës dhe të shkencës. Ajo që e bëri atë të ndryshëm nuk ishte vetëm aftësia e tij shkatëruese, por ndikimi I tij në gjithçka që erdhi më pas.
nga raketat ndërkontinentale, deri te anijet që eksplorojnë planetet të tjera. Rruga filloi me atë raket të lëshuar për herë të parë nga një platformë në Bregdetin Gjerman. Projekti i saj, përdorimi dhe trashëgjimia janë ende të gjalla në çdo lëshim modern, edhe pse origjina e tyre daton në një epokë errësire. Pervitin, pilula e ushtarit që ndryshoi luftën dhe botën. Një pilule vogël e bardhë filloi të qarkullonte mes ushtarëve gjerman me një premtim të qartë. T'i mbante zgjuar për ditë me radhë, të fshinte lodhjen dhe t'i bënte të ecnin përpara pa u ndalur. Ajo quhej Pervitin, dhe megjithse pamja e saj ishte e padëmshme, fshihte një fuqi kimike që do të ndryshonte mënyrën e luftimit. Përbërësi i saj kryesor ishte metamfetamina, një substancë që ndikonte drejt për drejt në sistemin nervor, duke rritur përqendrimin, duke shtypur lodhjen dhe duke eliminuar nevojën për të fjetur. Në vitet e para të konfliktit ajo u shpërnda në sasi të mëdha mes antarëve të Wehrmacht, sidomos në fushata si pushtimi i Polonisë dhe sulmi rrufe kundër Francës, kur qëllimi ishte t'i mbaheshin trupat në marshim pa pushim. Shpërdarja e saj nuk ishte e fshehtë dhe as e kufizuar në ushtri. Ajo shitej në farmaci, me reklama të drejtuara gjithashtu ndaj studentëve ose anvizave, dhe paketimi sugjeronte se mjaftonte një dozë për t'u përballur me ditën me energji. Por, në duart e ushtrisë funksiononte si një armë e padukshme. U lejonte ushtarëve të ecnin pa u ndalur, të qëndronin për ditë pune më shumë se 40 orë, të luftonin pa hezitim dhe të vepronin pa frenim edhe në situata ekstreme. Gjatë fushatës perëndimore, u dokumentuan në raste të shumta të njësive të tëra që përparuan pa fjetur për 3 ditë rresht, të shtyra vetëm nga dozat e rregullta të kësaj substance. Shkrimtari Heinrich Böll, i cili shërbeu si ushtar, shkroi në letrat e tij personale se me disa tableta Pervitin ishte mundur të kaloheshin ditë të pafundme dhe i kërkonte familjes së tij t'i dërgonin më shumë. Por krahas kësaj avantazhi të dukshëm, u shfaqën efekte anësore serioze, halucinacione, paranoj, reagjime agresive, varësi fizike dhe mendore. Disa ushtar filluan të shfaqnin sjellje të çrregullta, të tjerë kolapsuan pas ekspozimeve të gjata, dhe madje u regjistruan vetvrasje. Ndërsa mjekët ushtarak filluan të vërejnë efektet anësore, Komanda shëndetësore e ushtrisë rekomandoi kufizimin e përdorimit të saj, duke kërkuar recet mjeku për ta blerë, megjithse praktika e shpërndarjes mes trupave vazhdoi në mënyrë jo formale. Pas luftës, përdorimi i Pervitin nuk u zhduk plotësisht. Në Gjermani, prodhimi i tij vazhdoi për vite me radhë, dhe vetëm në vitin 1988 u tërhoq zyrtarisht nga tregu farmaceutik. Megjithatë, formula e tij tashmë kishte kapërcyer mjedisin ushtarak. Trupat të vendeve të tjera gjithashtu eksploruan përdorimin e stimuluesve të ngjashëm, si ushtarët amerikan në luftën e Vietnamit. Por ishte jashtë fushës mjekësore dhe luftarake ku kjo substancë evoluoi drejt diçkaje shumë më të rrezikshme. Në laborator klandestin, struktura e saj u kopjua dhe u transformua në atë që sot njihet si crystal meth, një drogë shumë e varur me efekte shkatërruese në mendje dhe trup. Trashëgjimia e Pervitin mund të gjurmohet drejt për drejt në këto versione moderne. Edhe pse kontekstet kanë ndryshuar, efektet qendrore mbeten të njëjta: energji artificiale, humbje gjumi, eufori intensive, e ndjekur nga një kolaps fizik dhe psikologjik. Sot, disa variante të prejardhura nga metamfetamina përdoren ende në mjekësi në rregullore të rrepta, veçanërisht në trajtimet për çrregullime si deficiti i vëmendjes ose narkolepsia, por pjesa më e madhe e përdorimit të saj lidhet me prodhimin dhe konsumin e paligjishëm. Pasojat janë të dukshme në rajonet ku crystal meth ka shkaktuar kriza shëndetësore, rritje të krimit dhe përkeqësim social. Në shumë raste, konsumatorët qëndrojnë zgjuar për ditë të tëra, zhvillojnë sjellje paranojak,
humbasin peshë në mënyrë të përshpejtuar dhe pësojnë dëme të paktyeshme në shëndetin e tyre menzor. Droga, që dikur shtyu trupat naziste të kalonin kufijt pa fjetur, sot shtyn mijëra njerëz drejt situatave të braktisjes dhe dëshpërimit. Është një trashëgimi që filloi me një tablet të paketuar për ushtarët e Rajhut të Tretë, e projektuar për të fituar luftëra pa pushim, dhe që përfundoi duke u kthyer në një nga drogat sintetike më shkatërruese të botës moderne. Edhe pse uniformat dhe fushat e betejës kanë ndryshuar, substanca prapa impulsit mbetet gjallë në laborator të paligjishëm, në klinika, në rrugët e shumë vendeve. Historia e Pervitin nuk u varos në vitin 1945. Ajo thjesht ndryshoi formë dhe skenë. Motore për Luftwaffe, makina për botën, transformimi total i BMW-së. BMW bën një pjesë themelore e aparatit ushtarak nazist. Fabrikat e saj u fokusuan në prodhimin e motorëve për avion si BMW 801 dhe BMW 003, të dy të përdorur nga Luftwaffe, si dhe motocikleta si R75, e cila ishte projektuar posaçërisht për të operuar në kushte të vështira fal sajtkarit të saj me tërheqje. Ndërsa lufta përparonte, kompania u integrua gjithnjë më shumë në sistemin ekonomik të Rajhut të Tretë, duke përshtatur të gjithë prodhimin e saj me nevojat luftarake të regjimit. Kërkesa në rritje për pajisje ushtarake çoi BMW të varej nga përdorimi sistematik i punës së detyruar, duke përfshirë punëtor të huaj të deportuar dhe të burgosur të kampeve të përqendrimit si Dachau. Këta operator u nënshtruan kushteve ekstreme, ditëve të raskapitura, kequsgjyerjes dhe abuzimeve të vazhdueshme brenda vetë objekteve industriale. Libri i porositur nga vetë kompania vite më vonë dokumentoi se si integrimi i saj në ekonominë e luftës nuk ishte pasiv por aktiv, duke kërkuar kontrata shtetërore dhe duke zgjeruar infrastrukturën e saj për t'i shërbyer më mirë objektivave të regjimit. Fabrikate BMW-se u konsideruan installime strategjike, prandaj ato u bën gjithashtu objektiv i sulmeve ajrore, duke u dëmtuar rënd drejt fundit të konfliktit. Me humbjen e Gjermanisë në vitin 1945, kompania mbeti plotësisht e shkatëruar. Instalimet e saj të zëna ose të shkatëruara, reputacioni i saj fundosur dhe aftësia e saj e prodhimit të motorizuar e ndaluar nga fuqit aleate. Gjatë viteve të para të pasluftës, BMW u detyrua të mbijetonte duke prodhuar vegla shtëpiake si tenxhere, bicikleta dhe produkte të tjera të vogla që nuk lidheshin me industrinë e automobilave. Nuk ishte deri një vitin 1948 kur arriti të merrte autorizimin për të rifilluar prodhimin e motocikletave, me modele të thjeshta që mezi fillonin të gjeneronin të ardhura. Në vitin 1952 u lancua automobili i parë pas luftës, BMW 501, një sedan luksos që shënoi kthimin e kompanisë në sektorin e automobilave. Megjithatë, këto modele ishin të shtrenjta dhe performanca e tyre në shitje ishte e kufizuar. Gjatë asaj dekade, BMW kaloi një krizë të thellë që kulmoi në vitin 1959, kur ishte pranë thithjes nga rivali i saj, Daimler-Benz. Situata ndryshoi papritur fal ndërhyrjes së familjes Kant, e cila bleu një pjesëmarrje vendimtare në kompani dhe injektoi kapital për ta shpëtuar atë. Ky grup familjar, pasuria e të cilit ishte konsoliduar gjithashtu gjatë epokës naziste, u bë aksioneri kryesor dhe hodhi bazat për rilindjen e biznesit të BMW-s. Që nga i moment, filloi një faze transformimit total. Në vitet 60 u prezantua linja e njohur si Neue Klasse, një seri automjetesh kompakte dhe sportive që kombinonin dizajn elegant, inxhinieri të mirë dhe çmime konkurruese. Këto modele shënuan fillimin e identitetit të ri të markës, shumë më të përqendruar në performancë dhe estetik sesa në volumin e prodhimit. Reputacioni u rrit me shpejtësi dhe në dekadën e 1970 u lancuan serit 3, 5, 6 dhe 7,
të cilat edhe sot përbëjnë shtyllën kurrizore të katalogut të BMW-s. Paralelisht, marka krijoi gjithashtu një divizion të dedikuar ekskluzivisht për makinat sportive me performancë të lartë, të njohur si BMW M. Automjeti i saj i parë ishte M1, një super sportiv i lancuar në vitin 1978 që ndihmoi në konsolidimin e imazhit të BMW-s si prodhuesi makinave të fuqishme dhe të sofistikuara. Gjatë dekadave në vijim, BMW u transformua në një konglomerat industrial me prani globale. Ajo bleu marka si Mini dhe Rolls-Royce, zgjeroi prodhimin e saj në vende si Kina, Brazili, Meksika, Afrika e Jugut, Shtetet e Bashkuara dhe India, dhe diversifikoi ofertën e saj duke përfshirë nga makinat kompakte deri te SUV-t luksoz dhe sportivët elektrik. Në 2013, hyri zyrtarisht në epokën e lëvishmërisë elektrike me lancimin e BMW i3, një model urban plotësisht elektrik, i ndjekur nga hibridi sportivitet, i cili kombinonte teknologjinë futuriste me dizajnin inovativ. Këto iniciativa e pozicionuan BMW-n si një markë pioniere në elektrifikim dhe qëndrueshmëri brenda tregut premium. Aktualisht BMW prodhon më shumë se 2 milione gjysmë automjete në vit dhe regjistron të ardhura që të i kalojnë 150 miliardë euro. Linjat e saj të prodhimit përfshin jo vetëm makina me djegie dhe elektrike, por edhe teknologji të avancuara të automatizimit, lidhshmërisë dhe drejtimit autonom. Katalogu i saj përfshin modele emblematike që vazhdojnë të rinovohen, si dhe inovacione në inteligjencën artificiale të aplikuar në përvojën e drejtimit. Sot, BMW renditet ndër markat e automobilave më me ndikim në botë. Ajo sponsorizon ngjarje sportive të nivelit të lartë, merr pjesë në iniciativa kulturore globale dhe mban një identitet vizual të njohur në të gjitha tregjet. Prania e saj shkon përtej asaj komerciale dhe shtrihet në fushën simbolike, si ikon e luksit modern, efikasitetit teknik dhe dizajnit gjerman. Pavarësisht origjinës së saj të lidhur me makinerinë e luftës naziste, ajo ka arritur të pozicionohet në dekadat e fundit si një referencë industriale që kombinon traditën, inovacionin dhe adaptueshmërinë. Evoluimi i BMW-s nga fillimet e saj në prodhimin e motorëve të aviacionit deri në vendin e saj aktual në majën e tregut global të automobilave, tregon se si një kompani mund të transformohet plotësisht me kalimin e kohës pa humbur thelbin e saj teknologjik dhe as aftësinë e saj për ripërtëritje. MP-DZ Mitralës i lehte që ndryshoi luftimin urban dhe la trashëgimi në amët moderne. Në mes të luftës, MP-20 u kthie në mitralozin e lehtë më të zakonshëm mes ushtarëve gjerman. Struktura e tij u projektua për të qenë funksionale, e lehtë dhe e thjeshtë për t'u prodhuar. Ndryshe nga shumë armë bashkohore, ky model ndërtohej kryesisht me pjesë të stampuara dhe materiale plastike të qëndrueshme, gjë që lehtësonte prodhimin e tij në sasi të mëdha, pikërisht atë që kërkonte përpjekja luftarake e regjimit. Ai u shpërndahej kryesisht shefave të skuadrave, ushtarëve të transportuar nga ajri dhe operatorëve të tankeve. Megjithse me avancimin e konfliktit, filloi të shpërndahej më gjerësisht mes njësive të luftimeve direkte. Historia e MP-20 fion me pararfësinë e tij, MP-38, i cili nga ana tjetër bazoi në prototipe si MP-36. Ai u zhvillua në vitin 1938 nga Heinrich Vollmer, pas një kërkese nga ushtria gjermane, e cila kërkonte një armë të re, kompakte dhe automatike për luftime në distancë të shkurtër. MP-20 përmirësoi projektin e mëparshëm duke thjeshtuar prodhimin. Braktisi komponentët e përpunuar mekanikisht në favor të çelikut të stampuar dhe e reduktoi përdorimin e drurit në minimum. Gjithashtu u prezantua një kundrabok metalike e paloshme, një risi që lejonte zvoglimin e madhësisë së armës kur nuk ishte në përdorim, duke lehtësuar transportin e saj
pa sakrifikuar saktësinë gjatë shkrepjes. Në total u prodhuan më shumë se 1 milion njësi ndërmjet vitit 1940 dhe vitit 1945. Mitralozi i lehtë përdorte fishek 9 mm parabellum dhe karikator me 32 plumba. Edhe pse ishte plotësisht automatik, ritmi i tij i ulët i shkrepjes lejonte kontrollimin e lehtë të shtënave. Megjithatë, karikatori i tij me ushqim të thjesht ishte i prirur të dështonte nëse ndotej me dhe ose përdorej si dorez, gjë e cila ishte shprehimisht e ndaluar gjatë stërvitjes. Arma përfshinte një shufër mbështetëse në ndyt për ta stabilizuar gjatë shkrepjes nga automjetet, ndërsa lufta përparonte dhe lufta urbane bëhej më e shpesht, veçanërisht pas takimit me ushtrinë e kuqe në betejë si ajo e Stalingradit, kufizimet e pushkëve konvencionale gjermane u bën të dukshme përballë mitralozave sovjetik si PPSH-41. Kjo bëri që MP-20 të merrte edhe më shumë rëndësi, duke u shpërndar masivisht njësive sulmuese. Lehtësia e tij e përdorimit, transportueshmëria dhe besueshmëria në distanca të shkurtra e kthyen atë në një armë kyçe për luftën moderne. Pas konfliktit, mijëra MP-20 u kapën ose u rishpërdan nga aleatët dhe përfunduan në duart e ushtrive dhe grupeve paramilitare në të gjithë botën. Në Norvegji, për shembull, u përdor zyrtarisht deri thellë në vitet 90. Ndikimi i tij ishte i qartë në modelet e mëvonshme si Star Z-45 në Spanjë, Zastava M56 Jugoslav dhe Vigneron belg, i cili madje ndante të njëjtin karikator. Ai frymëzoi gjithashtu armë më të njohura, si PPS-43 sovjetike, AK-47 me verzionin e tij me kundrabok të paloshme, Uzi izraelit dhe Sterling britanik. Kombinimi i funksionalitetit, dizajnit të thjeshtë dhe efikasitetit të prodhimit e ktheu MP-20 në një model për t'u ndjekur. Trashëgjimia e tij vazhdon deri më sot në mitralozët e lehtë modern, jo vetëm si referencë historike, por si shembull i asaj se si një armë mund të përcaktojë llojin e luftimit që zhvillohet. Ndikimi i tij në inxhinierin ushtarake dhe në evolucionin e armatimit të lehtë është i pamohueshëm, duke e konsoliduar atë si një nga mitralozët e lehtë më me ndikim të shekullit të 20. Volkswagen, nga makina e rajhut të tretë në ikonën globale të lëvishmërisë popullore. Në Gjermaninë naziste të viteve 30, regjimi niciti krijimin e një automobili të përballueshëm për punëtorin mesatar. Ideja u integrua në programin Kraft durch Freude, forca përmes gëzimit, një nismë propagandistike që synonte të projektonte mirëqenie brenda shoqërisë. Bazuar në këtë koncept, inxhinierit Ferdinand Porsche ju caktua projekti i një makine funksionale, ekonomike dhe të adaptueshme ndaj nevojave të popullit gjerman. Rezultati ishte një automjet kompakt me linja të rumbullakosura, me motor pas të ftohur me ajër dhe mirëmbajtje të thjeshtë, i cili u quajt KDF Wagen. Një fabrik industriale u ndërtua posaçërisht për prodhimin e tij në një qytet të ri të krijuar me atë qëllim. Ky vendbanim, i njohur më vonë si Wolfsburg, do të bëhej selia e Volkswagen. Më shumë se 300.000 qytetarë u regjistruan në një program kursimi për të blerë makinën, por prodhimi masiv nuk u realizua kur para fillimit të luftës së dytë botërore. Me shpërthimin e konfliktit, fabrika u rikonvertua për të prodhuar automjete ushtarake të derivuara nga projekti origjinal, si Kübelwagen, i destinuar për transportin e trupave, dhe Schwimmwagen, një verzion amfibi përshtatur për zona me kënet ose lumenj. Të dy modelet, megjithse të thjeshta në pamje dhe me fuqi të ulët, u dëshmuan të jenë të besueshme dhe të dobishme në front. Projekti i lehtë, tërheqja efikase dhe lehtësia e riparimit në kushte ekstreme, u dha natyre një avantazh logjistik. Këto automjete u përdorën gjerësisht në fushatat në Poloni, Francë, Afrikën e Veriut dhe frontin lindor. Përveç kësaj, u prodhuan verzione speciale si Kommandeurswagen, një variant i përmirësuar me tërheqje integrale dhe modifikime për përdorim nga oficerët.
Gjatë konfliktit, më shumë se 50.000 Kübelwagen dhe më shumë se 50.000 Schwimmwagen dolën nga linjat e montimit. Zgjerimi i prodhimit solli me vete përdorimin sistematik të punës së detyruar. Në ambiente punonin civil të deportuar nga Evropa lindore, të burgosur sovjetik dhe hebren të nxjerrë nga kampet e përqendrimit. Kushtet ishin jashtëzakonisht të rënda, me orare raskapitëse, mungesë ushqimi dhe abuzime të vazhdueshme. Për gratë shtatësina ose ato që lindnin brenda kompleksit, ekzistonin instalime gjoja të dedikuara për kujdesin e fëmijëve, të cilat në të vërtet funksiononin si hapësira neglizhence ku shumica e të porsalindurve nuk mbjetonin. Me përfundimin e luftës, instalimet mbetën rëndë të dëmtuara, por ende funksionale në strukturën e tyre teknike. Wolfsburg mbeti në zonën e pushtimit britanik. Në vend që të cmontonin fabrikën, ushtria britanike në udhëheqjen e inxhinierit Ivan Hirst vendosi të riaktivizonte prodhimin. Modeli origjinal u modifikua minimalisht dhe u riemërua si Volkswagen, makina e popullit. Edhe pse fillimisht u prodhua për të mbuluar nevojat logjistike të forcave aleate, shpejt u kthye në një mjet kyç për popullsinë gjermane në proces rindërtimi. Provimi ishte i kufizuar në fillim për shkak të mungesës së çelikut, energjisë dhe pjesëve. Megjithatë, me mbështetjen e britanikëve, fabrika arriti të stabilizonte operacionin e saj. U rivendosën zinxhirët e furnizimit, u trajnuan mekanikët dhe u krijuar një rrjet shërbimi. Në vitin 1947, filloi eksportimi i automjetit në vende evropiane, dhe brenda pak vitesh, Volkswagen fitoi terren në tregje si Holanda, Belgjika dhe Zvicra. Në vitet në vijim, Escarabajo, Breshka, siç do të njihej për formën e tij dalluese, u konsolidua si një nga automjetet më populore të shekullit të 20. Thjeshtësia e tij teknike, kostoja e ulët dhe rezistenca mekanike e bën atë tërheqës për miliona përdorues në të gjithë botën. Në Amerikën Latine, veçanërisht në Meksik, u kthie në një simbol të jetës urbane. Në Shtetet e Bashkuara u adoptua nga të rinjt në kërkim të alternativave ndaj modelit konvencional të automobilave. Në Gjermani, ai përfaqësoi qëndrueshmërinë e një industrie që arriti të shpik veten pas kolapsit të Rajhut të Tretë. Edhe pse origjina e tij është thellësisht e lidhur me aparatin propagandistik dhe ushtarak nazist, Escarabajo arriti të shkëputet nga kjo barë historike përmes përdorimit të tij masiv civil. Transformimi i tij nga automjet ideologjik në mjet lëvishmërie globale është dëshmi se si një objekt mund të rimarrë kuptim plotësisht përmes kohës, nevojës dhe pranimit popullor. Volkswagen si mark evoluoi paralelisht, duke kaluar nga të qenit një fabrik në shërbim të një regjimi autoritar, në kthimin në një nga prodhuesit kryesor të automobilave në botë. Adidas dhe Puma. Rivaliteti i lindur në luftën e dytë botërore që vazhdon të dominonte sportin. Në fshatin e vogël bavarez Herzogenaurach, dy vëllezër gjetën një mënyrë për të rishpikur veten përmes këpucëve sportive. Adolf Dassler, i njohur si Adi, filloi të prodhonte këpucën në kuzhinën e nënës së tij, duke përdorur mbetje lëkure dhe uniforma të rekuperuara nga fushat e betejës, për të bërë këpucë të lekta të destinuara për vrapuesit. Vëllai i tij më i madh, Rudolf, i cili kishte punuar si polic, ju bashkua në vitin 1924 dhe së bashku themeluan Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Talenti i Adit për të inovuar në dizajn dhe aftësia e Rudit për shitje e transformuan atë nizmë të vogël në një biznes në zgjerim. Modelet e tyre të para të atleteve me thumba të përmirësuara tërhoqën vëmendjen e trajnerëve dhe atletëve gjerman, duke arritur një prodhim prej qindra mijëra palesh në vit në dekadën e 1930. Hapi i madh erdhi në vitin 1936, gjatë lojrave olimpike të Berlinit. Adi Dassler udhtoi me një valigshe me këpucë dhe bindi vrapuesin amerikan Jesse Owens të përdorte një pall atlete të tij. Owens fitoi 4 medalje të arta, duke sfiduar ideologjinë racore të regjimit nazist. Edhe pse ndikimi ishte i madh,
vëllezërit Dassler ishin të lidhur me sistemin politik gjerman. Në vitin 1932 ishin antarësuar në Partinë Nacional Socialiste dhe fabrika e tyre përfundoi duke u integruar në ekonominë e luftës. Kur filloi lufta e dytë botërore, kompania u transformua në furnizues ushtarak. Në fillim vazhduan të prodhonin këpucë, por rreth vitit 1943, fabrika u detyrua të prodhonte armë antitank portative, të njohura si Panzerfaust. Punëtor të shumë të detyruar, duke përfshirë të burgosur të huaj, u dërguan në fabrik, e cila u bë e vetmja e këpucëve sportive aktive në Gjermani në shërbim të Wehrmacht. E vetmja e këpucëve sportive aktive në Gjermani në shërbim të Wehrmacht. Tensionet mes vëllezërve u rritën. Ata jetonin me familjet e tyre në të njëjtin qati dhe grindjet ishin të vazhdueshme. Episodi vendimtar ndodhi në vitin 1943 gjatë një bombardimi aleat, kur Adi murmuroi, "Ja ku po vijnë sërish ato dera?" Edhe pse i referohej avionëve armiq, Rudi e kuptoi si fyrje ndaj familjes së tij. Që nga ai moment, mosbesimi ishte i paktjeshëm. Në vitet e fundit të luftës, Adi u rekrutua si operator radio, por u kthie në fabrik sepse konsiderohej më i dobishëm atje. Rudi, në të kundërt, u dërgua në frontin lindor dhe më pas u ndalua nga Gestapo në ndyshimin për dezertim, megjithse mbjetoi deri në fund të konfliktit. Në vitin 1945, trupat amerikane ishin gati të shkatëronin fabrikën, të kthyer në instalim ushtarak. Sipas dëshmive kete, gruaja e Adit, i bindi ushtarët se ishte një fabrik këpucësh sportive dhe kujtoi se aty ishin prodhuar atletet me të cilat Owens kishte triumfuar në Berlin. Ndërhyrja shpëtoi instalimet dhe pushtuesit amerikan u kthyen në disa nga klientët e parë të pasluftës. Marrëdhënia mes vëllezërve nuk ishte më shpëtim. Në proceset pasuese të denazifikimit, Adi dhe Rudi dëshmuan kundër njëri tjetrit. Adi u sankcionua me një ndalim të përkohshëm për të drejtuar kompani, megjithëse shpejt e te i kaloi atë. Rudi u burgos në një kamp amerikan dhe u lirua në vitin 1948. Në të njëjtin vit, ai u largua përfundimisht nga kompania e përbashkët. Mori me vete një pjesë të punëtorëve dhe themeloi markën e tij në bregun jugor të lumit Aurach, të cilën e quajti Puma. Një vit më vonë, Adi regjistroi zyrtarisht markën Adidas në bregun verior. Herzogenaurach mbeti e ndar. Adidas dhe Puma u kthyen në punëdhënës rival, dhe banorët identifikoheshin me njërin ose tjetrën kompani. Ajo u quajt madje qyteti i jakave të përkulura, sepse para se të përshëndeteshin, fqinjët shikonin këpucët e personit tjetër për të ditur besnikërinë e tij. Edhe klubet lokale të futbolit mbetën të rreshtuara. Njëri i sponsorizuar nga Adidas dhe tjetri nga Puma. Në vitet e para pas luftës, Adidas u ngrit më shpejt. Adi u përqendrua në inovacionin teknik, bashkëpunoi me trajner dhe atlet, dhe në vitin 1954, kombëtarja e futbolit e Gjermanisë Perëndimore fitoi Kupën e Botës duke përdorur këpucë Adidas me thumba të ndërrueshëm, gjë që konsolidoi markën në nivel ndërkombëtar. Gjatë viteve 60, Adidas ishte tashmë furnizuesi kryesor global i këpucëve sportive. Puma rritej me ritme më të ngadalta, por gjeti hapësirën e saj duke nënshkruar kontrata me figura kyçe. Në vitet 60, Eusebio i çoi këpucët Puma King në majën e futbollit evropian, dhe në vitin 1970, Pelé ishte protagonisti goditjes publicitare më të kujtuar. Para një shkelme filestare në Kupën e Botës në Meksik, ai u përkul për të lidhur këpucët e tij Puma përpara miliona shikuesve, duke thyer një pakt verbal midis dy markave. Ndikimi ishte i menjëhershëm dhe forcoi strategjinë e Puma për të investuar në atlet të njohur. Kjo periudhë u njoh si luftërat e atleteve. Adidas mbështeste skuadra të tëra, ndërsa Puma investonte në figura individuale. Padit ligjore për patentat dhe mosmarrveshjet ishin të shpeshta,
në një konkurencë që te i kalonte sportin. Fëmijët e themeluesve trashëguan kontrolin. Horst Dassler e zgjeroi Adidas në Francë dhe më pas në tregje të tjera, dërsa Armin Dassler e konsolidoi Puma pas vdekjes së babait të tij në vitin 1974. Pavarësisht disa kontakteve mes brezave të rinj, ndarja mbeti e paprekur. Gjatë viteve 70 dhe 80, Adidas u diversifikua drejt modës sportive globale dhe Puma u përshtat me kulturën urbane. Me kalimin e kohës, të dyja kompanit pushuan së qeni në duart e drejt për drejta të familjes Dassler dhe u kthyen në korporata ndërkombëtare. Rivaliteti megjithatë vazhdoi në shkallë globale. Sot Adidas është kompania më e madhe e veshjeve dhe këpucëve sportive në Evropë dhe e dyta në botë, vetëm pas Nike. Selia e saj vazhdon të jetë në Herzogenaurach, por operon në të gjithë planetin, me të ardhura vjetore që te i kalojnë 20 miliard euro. Puma, megjithse më e vogël, mban prani në më shumë se 120 vende dhe është një nga markat sportive më të njohura, me fokus të fortë në futboll dhe modën rinore. Historia e Adidas dhe Puma tregon se si një konflikt familjar në kohë lufte dha origjinën e dy gjigantëve global. Ajo që filloi si një punishte e vogël, përfundoi duke u kthyer në dy korporata që vazhdojnë të përballen në stadiume, rrugë dhe tregje në të gjithë botën. Enigma, nga lufta botërore në Kryptonin Digital. Në fillim të shekullit të 20, nevoja për të mbajtur mesazhet sekrete u bë vendimtare për sigurinë ushtarake. Gjermania zhvilloi një makinë shifruese të quajtur Enigma, e cila funksiononte me një mekanizëm rotorosh elektrik të aftë për të ndryshuar shkronjat e futur në tastier. Sa herë që një operator shtypte një tast, sinjali kalonte nëpër disa disqe që rrotulloheshin vazhdimisht dhe shkronja që rezultonte nuk ishte kurrë e njëjta edhe nëse përsëritej e njëjta hyrje. Ky sistem gjeneronte një numër pothuajse të pakufizuar kombinimesh, gjë që e bënte jashtëzakonisht të vështirë deshifrimin e mesazheve, pa pasur një makinë tjetër të konfiguruar në mënyrë identike. Modeli bazi Enigma kishte 3 rotore që rrotulloheshin me çdo shtypje. Rrima elektrike kalonte nëpër ato disqe, reflektohej në një komponent të quajtur reflektor dhe kthehej nëpër një rrugë tjetër, duke prodhuar më shumë ndryshime. Përveç kësaj, ajo përfshinte një tabel lidhjesh që lejonte shkëmbimin e çifteve të shkronjave, duke rritur kompleksitetin. Më vonë u shtuan më shumë element, si një rotor i katërt në disa modele ushtarake, gjë që shumë fishonte mundësitë. Sekreti ishte te çelësi i përbashkët, pozicioni i rotorëve, rendi i kablove dhe konfigurimi i tabelës. Vetëm ai që kishte saktësisht të njëjtën dispozit mund të deshifronte mesazhin. Megjithatë, makina kishte një kufizim që do të ishte thelbësor për aleatët. Asnjë shkronjë nuk mund të shifrohej si vetë ajo. Kjo mbrojtje e dukshme u kthye në një pikë të dobët. Gjermanet kishin besim të plot te Enigma dhe e përdornin atë për të koordinuar operacionet në frontin toksor, ajror dhe detar. Çdo ditë ndryshoheshin çelësat, gjë që detyronte kriptografët armiq të fillonin nga e para në përpjekjet e tyre. Në fillim të luftës, matematikanet polak kishin arritur përparime të rëndësishme, por me rritjen e kompleksitetit të sistemeve, puna kaloi në duart e britanikëve në një qendër sekrete të vendosur në Bletchley Park. Atje punonte Alan Turing, një matematikan i ri që tashmë kishte propozuar koncepte teorike të makinave të afta për të kryer llogaritje universale. Roli i tij do të ishte vendimtar. Në Bletchley, Turing dhe ekipi i tij projektuan një makinë të quajtur bombe. Qëllimi i saj ishte të eksploronte kombinimet e mundshme dhe të hiqte poshtë shpejt ato që nuk përputheshin me modelet e zbuluara në mesazhet gjermane. Detyra nuk ishte e thjeshtë, pasi vëllimi i mundësive ishte i madh, por fal këtij mjeti u arrit të zvogëllohej koha e nevojshme për të gjetur çelësinë e saktë të ditës. Operatorët e inteligjencës britanike përfitonin nga përsëritjet e zakonshme në mesazhe, si fraza rutin të përdorura nga gjermanet,
gjë që ndihmonte në kufizimin edhe më tej të opsioneve. Me këtë metodë, në mes të vitit 1940 mund të lexoheshin tashmë mesazhe të Luftwaffe, dhe më vonë u arrit komunikimi detar kyç për t'u përballur me kërcënimin e nëndeceve në Atlantik. Ekipi i Turingut, i njohur si HUT-8, u specializua në deshifrimin e mesazheve detare gjermane. Puna ishte thelbësore, sepse konvojet aleate që kalonin oqeanin pësonin sulme të vazhdueshme nga U-boatët. Raportet e marrëlejuan devigjimin e rrugëve dhe zvoglimin e humbjeve. Pati një periudhë në vitin 1942, kur gjermanet zbatuan përmirësime dhe sistemi u bë i palecueshëm për disa muaj, por me kapje të reja materialesh dhe përsosje të teknikave, aleatët rimoren avantazhin. Turing zhvilloi gjithashtu një metodë shtesë të quajtur banburismus, e cila lejonte zvoglimin edhe më tej të kombinimeve të mundshme, dhe më vonë ideoi një sistem të cilin e quajti Turingjeri, për të punuar me një makinë tjetër shifruese gjermane, Lorenz, e përdorur për komunikime të nivelit të lartë. Në vitin 1942, Turing udhëtoi në Shtetet e Bashkuara për të bashkëpunuar me shërbimet e inteligjencës dhe për të shpjeguar funksionimin e bombes. Përveç njohjes së përparimeve amerikane në sistemet e komunikimit të kriptuar, në kthim në Angli ai vazhdoi të punonte dhe krijoi një pajisje eksperimentale të transmetimit të zërit të kriptuar, të cilën e quajti Delilah, megjithse nuk arriti të përdorej në shkallë të gjerë. Për kontributin e tij në përpjekjet luftarake, ai u emërua oficeri perandorisë britanike në vitin 1945. Deshifrimi i Enigma nuk bazohej vetëm në makina. Interpretimi njerëzor i modeleve, disiplina e ekipeve dhe analiza e gabimeve të bëra nga vetë operatorët gjerman ishin po aq të rëndësishme. Shumë herë mesazhet përfshinin fraza standarde ose përshëndetje të parashikueshme, gjë që lejonte kriptografët të merrnin pika fillimi. Fakti që asnjë shkronjë nuk kodohej si vetë ajo, gjithashtu lehtësonte hedhjen poshtë të konfigurimeve të pamundura. Kështu, kombinimi i dështimeve njerëzore, dobësive teknike dhe këmbënguljes matematikore lejoi që aleatët ta kthenin Enigman nga një fortese pa shkelur në një sistem të prekshëm. Ndikimi i kësaj pune ishte i madh. Vlerësohet se aftësia për të lecuar mesazhet gjermane shkurtoi luftën me disa vite dhe shpëtoi jetë të panumërta. Në Atlantik, deshifrimi i urdhrave për nëndecet rezultoi thelbësor për të siguruar furnizimin e Britanisë së Madhe. Në frontet toksore dhe ajrore, informacioni i marrë lejoi parashikimin e lëvizjeve dhe planifikimin e operacioneve me saktësi më të madhe. Suksesi ishte aq i madh sa që sekreti u mbajt për dekada pas luftës. Vetëm në vitet 70 ju zbulua publikut madhësia e asaj që u arrit në Bletchley Park. Por trashëgimia e Enigma nuk përfundoi në vitin 1945. Përpjekjet e Turingut dhe kolegëve të tij hodhën bazat e informatikës moderne. Makina bombe, megjithse e projektuar për një qëllim konkret, përfaqësonte një hap drejt konceptit të kompjuterizimit automatik. Pak më vonë u shfaq Colossus, e konsideruar si kompjuteri i parë digital i programueshëm, i përdorur për të deshifruar Lorenz. Këto përvoja treguan se makinat mund të kryenin llogaritje me shpejtësi të pamundura për njeriu dhe hapën rrugën drejt epokës së kompjuterëve. Enigma la gjithashtu një trashëgimi në kriptografi. Parimi themelor ishte transformimi i një mesazhi të qartë në një tjetër të pakuptueshëm përmes një çelësi të përbashkët. Kjo ide njihet sot si shifrim simetrik. Dy palë zotërojnë të njëjtin çelës dhe e përdorin atë për të koduar dhe dekoduar informacionin. Problemi është se nëse një palë tretë e merr atë çelës, i gjithë sistemi komprometohet. Prandaj dekada më vonë u zhvilluan metoda të reja. Një prej tyre ishte protokolli i Diffie-Hellman, i cili lejon dy persona të gjenerojnë një çelës të përbashkët pa pasur nevojë ta transmetojnë atë drejt për drejt, madje edhe në kanale të pasigurta. Ky përparim hapi rrugën drejt kriptografisë asimetrike, ku çdo përdorues menaxhon një çelës privat dhe një tjetër publik.
gjë që shton një nivel më të lartë sigurie. Aplikimet aktuale të këtyre ideve janë të gjera, nga transaksionet bankare online deri te mezazhet e menjëhershme në telefona. Shumica e sistemeve të komunikimit përdorin algoritme shifrimi të bazuara në parimet që dollën nga studimi i Enigma. Kur dikush dërgon një mezazh, ai shndërrohet në një tekst të paleksueshëm për çdo që e përgjon, përveç marrësit që posedon çelësin e saktë. Kështu mbrohen të dhënat e ndjeshme në një botë digjitale, ku kërcënimet janë të vazhdueshme. Me kalimin e kohës, u vendosën standarde si DES në dekadën e 1970 dhe më pas AES në 2001, të cilat ndjekin të njëjtën logjik të transformimit të mezazheve me çelësa, por me struktura matematikore më komplekse dhe më rezistente ndaj aftësisë llogaritëse të kompjuterëve modern. Madje edhe ardhja e kompjuterizimit kuantik ka nxitur zhvillimin e sistemeve të përgatitura për t'i rezistuar përpjekjeve të deshifrimit me atë teknologji. Megjithatë, të gjitha këto përparime kanë rënjen në të njëjtën ide që shtyu inxhinierët gjerman të krijonin Enigma dhe aleatët të thyenin sekretin e saj. Nevoja për të mbrojtur informacionin në kohë lufte dhe paqeje. Makina Enigma, e projektuar për të garantuar epërsinë ushtarake të Gjermanisë, përfundoi duke qenë katalizatori i një revolucioni teknologjik. Ajo që filloi si një tastiere lidhur me rotor elektrik, evoluoi në teori matematikore, kompjuter elektronik dhe protokolle digjitale që sot mbajnë sigurinë e informacionit në të gjithë planetin. Puna e Turingut dhe atyre që punuan në Bletchley Park jo vetëm që ndryshoi rrjedhën e luftës së dytë botërore, por gjithashtu përcaktoi të ardhmen e komunikimit të sigurt. Nga një pajisje e vogël mekanike me kablo dhe disqe, lindi kriptografia moderne që mbron çdo transakcion dhe çdo të dhënë në jetën e përditshme të miliona njerëzve. Ora gjermane që kalojnë nga betejë në jetën e përditshme. Në vitet para luftës së dytë botërore, Gjermania kishte tashmë një traditë të gjatë orësh. Në Saksoni, qyteti i Glashütte kishte fituar famë ndërkombëtare fal punës së Ferdinand Adolf Lange, themeluesit të shtëpisë A. Lange i Zöne, ndërsa në Pforzheim, më në perëndim, u shfash një kompani tjetër që shpejt do të merrte rëndësi, Lako Durove. Të dyja fabrikat ishin të destinuara të luanin një rol kyç gjatë konfliktit, duke prodhuar orë ushtarake me precizion të lartë, që pas luftës u transformuan në modelet që popularizuan orën e dorës të fortë dhe funksionale që mbajmë sot në kyçinë e dorës. Historia fijon në vitin 1845, kur Ferdinand A. Lange themeloi një punishte orësh në Glashütte me idenë për të modernizuar industrinë gjermane të orëve. Pasardhësit e tij e mbajtën kompaninë në këmbë për dekada, duke u specializuar në orë xhepi dhe kronometra të cilësisë së lartë. Megjithatë, me përparimin e shekullit të 20 dhe ardhjen e viteve 30, panorama ndryshoi rrënjësisht. Gjermania po përgatitej për luftë dhe kërkesa për orë precize për aviacionin ushtarak u rrit me shpejtësi. Ishte në atë kontekst që A. Lange i Zöne, së bashku me shtëpi të tjera si Stova, Vempe apo Lako, mori porozin për të prodhuar orët e vëzhgjimit të njohura si bi-uren, pjesë të mëdha, deri në 55 mm, të dizajnuara për pilotët e Luftwaffe. Këto orë kishin karakteristika shumë specifike, fytyra të zeza me numra të mdhenj dhe luminishente, shigjeta të mbimadhe për t'u lehtësuar edhe në kabinat e errëta, dhe një kuror të madhe që lejonte rregullimin e tyre me doreza të veshura. Ato ishin më shumë instrumente navigimi se sa orë të thjeshta, të menduara për të sinkronizuar misionet ajrore dhe për të llogaritur rrugët në fluturimet e natës. Kalibrat e Lange, veçanërisht 48 dhe 48.1, ishin zemra e shumë prej këtyre orëve ushtarake, të cilat shquheshin për saktësinë e tyre edhe në kushte ekstreme. Ndërkohë në qytetin e Pforzheim, firma Lako Durov, e themeluar në vitet 20, por rritej me shpejtësi. Kompania prodhonte lëvizje dhe orë të plota,
dhe gjatë luftës u zgjodh gjithashtu si furnizuese e orëve të aviatorit për Luftwaffe. Lako Beuren vlerësoheshin po aq sa ato të glashytes për rezistencën dhe saktësinë e tyre kronometrike. Mijëra pilot gjerman banin këto orë në kyçet e dorës gjatë operacioneve me rreze të gjatë. Lufta megjithatë la plagë të thella. Në maj të vitit 1945, glashyte u bombardua nga trupat sovjetike dhe selia kryesore e Lange u shkatërua, ndërsa Pforzheim pësoi sulme ajrore që shkatëruan më shumë se 80% të qytetit. Pas kolapsit të Rajhut të tretë, të dyja historit morën drejtime të ndryshme. Në lindje, A Lange i Zëne u nacionalizua në administrimin sovjetik dhe emri i saj u zhduk nga tregu për dekada, duke u thithur në një ndërmarrje shtetërore. Vetëm pas ribashkimit gjerman, në vitin 1990, Walter Lange, stërnipi i themeluesit, mundi të rifondoj kompanin dhe ta kthej atë në hartën e orëmbajtjes luksoze botërore. Në të kundërt, në perëndim, Lako durove mbijetoi falë rindërtimit të mbështetur nga plani Marshall. Gjatë viteve pesditjet, arriti të prodhonte deri në 80.000 lëvizje në muaj dhe u bë një nga fabrikat më të rëndësishme në Gjermani. Ajo magje i novoj me duromat, kalibrin e saj të para automatik, dhe në vitin 1960 e një prezantoi orën e parë elektrike gjermane që funksiononte në mënyrë të qëndrueshme. Edhe pse të dyja kompanit përjetuan kriza, shitje dhe ndryshime pronësie, ato lanë një trashëgimi të qëndrueshme. Ora e dorës ushtarake rezistente ndaj ujit, e madhe dhe me saktësi të lartë, e cila u bë standard për ushtarët në fillim dhe më pas për popullatën civile. Gjatë konfliktit, Wehrmacht kishte shpërdar masivisht orë të pajisjes mes oficerëve dhe trupave, gjë që popularizoi përdorimin e orës së dorës në vend të asaj të xhepit. Pas luftës, ky zakon u përhap me shpejtësi në të gjithë Evropën dhe më gjerë. Dizenjot e Beuren, me fytyrat e tyre të mëdha dhe estetikën funksionale, frymzuan breza prodhuesish. Edhe pas luftës, orë të ngjashme pajisjesh vazhduan të prodhoheshin për ushtrit e të gjithë botës. Sot, si A Lange i Zëne, ashtu edhe Lako kanë rikuperuar dhe riinterpretuar ato modele historike. Lange u kthye në tregun e orëmbajtjes së lartë në vitet 90, me pjesë luksoze që kujtojnë traditën e saj, ndërsa Lako rilancoi disa edicione të orëve të pilotit të viteve 40, të cilat vazhdojnë të jenë shumë populore mes koleksionistëve dhe adhuruesve. Transformimi i këtyre orëve të pajisjeve ushtarake në aksesor të përditshëm ishte befasues. Në pas luftë, veteranët ktheheshin në shtëpitë e tyre duke përdorur ende orët e tyre të fushatës, të cilat shpejt u bën pjesë e vezhjes civile. Ai tranzicion i ktheu orët ushtarake në një mod masive. Sot, ideja e një ore rezistente, të lehtësueshme dhe të besueshme, trashëgimi direkte e Wehrmacht dhe Luftwaffe, vazhdon të jetë e vlefshme si në orët për përdorim ushtarak, ashtu edhe në modelet e rrugës. Aktualisht, A Lange në Zëne prodhon vetëm disa mijëra pjesë në vit, secila e montuar me dorë dhe e konsideruar një krye vepër e orëmbajtjes luksoze, ndërsa Lako është konsoliduar si një firmë që kombinon traditën artizanale me orë pilot moderne të frymzuara nga modelet e saj historike. Në të dy rastet, dizenjot e luftës së dytë botërore janë ende pjesë qendrore e identitetit të tyre. Kështu, një instrument që lindi në fushat e betejës dhe në kabinate avionëve ushtarak, përfundoi duke shënuar jetën e përditshme të miliona njerëzve. Orët e dorës ushtarake gjermane, jo vetëm që matën kohën në mes të luftës, por shënuan edhe ritmin e pas luftës dhe të jetës moderne. Sot, duke parë kyçin e dorës dhe duke parë një orë rezistente ndaj ujit, me saktësi të lartë dhe estetik funksionale, është e pamundur të mos njohësh se origjina e saj daton në Glashytte dhe Pforzheim, në ato fabrika që një ditë punuan për ushtrinë gjermane dhe që, me kalimin e kohës, u transformuan në simbole të cilësisë dhe traditës orëmbajtëse. Misioni i nates që lindi në Reich.
Në fazën përfundimtare të konfliktit, kur trupat gjermane tashmë po humbinin terren, u shfaq një pajisje pazakont e krijuar për të ofruar një avantazh gjatë natës. Bëhej fjalë për ZG-1229 Vampir, një sistem i vizionit infratkuq IR aktiv që instalohej mbi pushkën sulmuese STG-24. Projekti i tij ishte përgjegjësi e kompanisë AEG, së bashku me Institutin Kërkimor të Reichspost, ndërsa prodhimi i tij u bën nga firma Ernst Leitz GmbH. U prodhuan vetëm disa qindra njësi, të menduara për ta kthyer luftarin në një qellues nate, i njohur si Nachtjager. Pajisja përfshinte një qellues infratkuq dhe një projektor me filtr që lëshonte dritë të padukshme për syrin e njeriut. E gjithë kjo furnizohej nga një bateri prej rreth 30 kilogramësh që luftari duhej të mbante në një parzmore fushore, e shoqëruar nga një bateri tjetër më e vogël që ndodhej në një kuti maske kundër gaz dhe shërbente për të aktivizuar konvertuesin e imazhit. Pesha dhe brishtësia e sistemit e bënin atë të papërshtatshëm në operacionet e shpejta, megjithse arrinte qëllimin e tij, të ofronte një imazh të qartë në muzg. Mund të dallonte një person në lëvizje deri në 70 metra largësi, gjë që përbënte një inovacion të paparë në atë kohë. Provat e para në terren me pushkë të pajisura me vampir dokumentohen në muajt e parë të vitit 1945, kur Reichu tashmë po përballej me humbjen. Disa rrëfime përmendin eksperimente të mëpashme në frontin lindor, rreth vitit 1944, me snajper që përdornin pajisje të ngjashme, megjithse provat më të forta i vendosin vendosjet e para, pikërisht në javët e fundit të konfliktit. Disa veteran pohuan se kishin par pushk me fener që nuk shkëlqenin, një detaj që përkon me karakteristikat e aparatit. Flitet gjithashtu për përpjekje për ta përshtatur atë në mitraloz, MG34 dhe MG42. Megjithse distanca e kufizuar e zbulimit e bënte atë pak praktik në atë lloj arme. ZG-1229 nuk zbulonte nxehtësinë e trupit, por reflektimin e dritës infratkuqe të emetuar nga fokusimi i tij, gjë që kufizonte dobinë e tij, por vendosi një precedent. Edhe pse jeta e tij operacionale ishte e shkurtër dhe nuk arriti të përgjithësohej, ai hapi rrugën e një teknologjie që do të bëhej pjesë thelbësore e pajisjeve ushtarake dhe civile në të gjithë botën. Me përfundimin e konfliktit, fuqitë aleate studiuan prototipet dhe morën si bazë parimet e tyre për të zhvilluar breza të rinj të vizionit të natës. Gjatë luftës së Vietnamit, u shfaqën pajisjet e para autonome që nuk kërkonin më emetues infratkuq të jashtëm, por që zmadhonin dritën e ambientit. Ato pajisje të njohura si të gjeneratës së parë ishin më kompakte dhe më praktike. Në dekadat në vijim, evoluimi ishte i vazhdueshëm. U kalua në sisteme të intensifikimit të imazhit, më pas në kamera termike dhe, më në fund, në sensor digital të aftë për të punuar si ditën ashtu edhe natën. Ndryshimi i madh erdhi me inkorporimin e teknologjive CMOS dhe CCD, të ngjashme me ato që përdorin kamerat fotografike, të cilat ulën kostot dhe përmirësuan qëndrueshmërinë. Sot, vizioni i natës nuk është më ekskluzivitet i ushtrive, përdoret në organet e sigurisë, patrullat kufitare, operacionet e shpëtimit, dhe gjithashtu në fusha civile, si gjuetia, ekskurzionet ose mbikëqyrje shtëpiake. Kamerat e sigurisë përfshin vizion infratkuq si një funksion standard. Në zonat rurale, gjahtarët dhe rojet e pyjeve përdorin qellues termik për të ndjekur kafshët në errësirë pa pasur nevojë të përdorin fenere. Modelet më të fundit përfshin gjithashtu funksione të avancuara, regjistrim me definicion të lartë, transmetim pa tel, zbulim automatik të lëvizjes dhe integrim me programe të realitetit të shtuar. Ekzistojnë kaska me qellues digital që lidhen me telefona celular dhe që çdo person mund t'i blejë në internet, diçka e pa imagjinueshme kur vampir peshonte 10 kilogram dhe ishte një privilegji një grushti ushtarësh.
Ajo që në vitin 1945 ishte një eksperiment i kufizuar në disa pushk sulmi, përfundoi duke evoluar në një teknologji globale. Parimi bazi vampir, lëshimi i infratkuqve dhe përkthimi i reflektimit të tij në një imazh të dukshëm, hapi një rrugë që çoi në pajisjet kompakte dhe multifunksionale, që sot bëjnë diferencën në operacionet ushtarake, në trupat policore, në detyrat e shpëtimit dhe madje edhe në jetën e përditshme. Gjatë këtij udhëtimi, u bë e qartë se edhe pas 80 vjetësh, shumë nga idetë, armët, substancat, teknologjitë dhe markat që u shfaqën në Rajhun e Tretë nuk u zhdukën me rënien e regjimit. Disa objekte ndryshuan formë, të tjerat u përshtatën me tregun civil, dhe disa evoluan derisa u integruan plotësisht në jetën tonë të përditshme. Ajo që filloi si pjesë e një makinerie lufte dhe kontroli, vazhdon të jetë e pranishme, ndonjëherë pa e ditur ne. Kjo trashëgjimi teknike, praktike ose tregtare, nuk mund të ndahet nga konteksti i saj i origjinës, por as nuk mund të mohohet qëndrueshmëria e saj. Ato gjurmë, diskrete apo të dukshme, janë ende aty, duke na kujtuar se e kaluara nuk mbetet gjithmonë pas. Shpesh transformohet, ridizajnohet dhe mbijeton në vendet më të papritura.